Koha kur fermerët i shesin më së shumti perimet erdhi. Nga 20 korrik dhe deri ku të bie vrim ka 20 tetuar. Por bujqit që merren me kultivimin e specit kanë vrejtje tek tregu dhe importi i tepërt nga vendet përreth. Fryti on rregull shumë. Shitje s'ka. Çmimi më i dop për çdo vit është i veç më i keq. Për shkak konkurrencës. Konkurrenca ka, vjen prej Serbisë, vjen prej Maqedonisë, nesër ndalem kërkund hiç jashtë. E koha e tushive ja ka shtuar shpresën këtyre për shitje më të madhe. Që tash ndoshta presim që në vakti të shijes mos po lunë esenca të tash shumë dolla. Edhe çmimi i tyre po del të jetë më i ulët nga vitet e kaluara. Vitin e kaluar ka qenë çmimi 400 deri 50 cent, kurse si vjetu 20 dhe 30 për momentin. Kjo po bën që leverdia nga kultivimi i specave të jetë e pakët. Çmimet për shohësh vetë. Ja va theshin 30 cent, që 4 kg. Çfarë kemi bën me këtë? Kërgjon hiç. A shpenzimet jonë që një thes ple e marr 20 euro. Kur qysh në naset kërgjon hiç. Që sa porë kum po pisa bojt. Edhe vetë konsumatorët po befasohen me çmimet e specave që po i shohin në treg. Ky gjithë vjen ka punë. Po që to fjalë thuj aty. 2 euro për të gojbja, çfarë më thon? Për mua nuk ka shtrejt që më thon, po Bujqit po ankohen se edhe pse me këto çmime prapshitja nuk është e madhe tregjeve të Prishtinës. Ka marrë një thesë sot? Ja, 2 merr. Jo 2 milion, po një. Po ku e nëse marrë në samë. O shkom hiç. O shfonjo.